Nga sot shqiptarët do të përballen me drejtësinë me një kod të ri penal. Pas 18 orësh diskutime në kuvend, 85 nga anëtarët e tij votuan në orët e para të mëngjesit pro ndryshimeve ligjore të cilat janë diskutuar dhe një pjesë e tyre madje janë kritikuar. Një nga pikat e shumë debatuara ka qenë parkimi i dysh në rrugë, duke shndërruar në një vepër penale. Megjithatë, ministri i drejtësisë Besfort Lamallari dha shpjegimin e tij se kur kjo vepër do të cilësojë penale dhe do të ketë përgjegjësi ligjore të shoferit. Një ndërhyrje e matur por domethënëse bëhet edhe në një fenomen të përditshëm që ka pasoja serioze për jetën e qytetarëve, që lidhet pikërisht me parkimin në rresht të dytë, i cili trajtohet si vepër penale vetëm në ato raste, dua të theksoj, ku pengohet seriozisht qarkullimi i mjeteve të emergjencës, të ambulancave, të policisë apo të zjarfikses, dhe sigurisht domet do të ishin kolosale nëse për shkak të papërgjegjshmërisë të dikujt i cili parkon aty dysh dhe sfidon hapur shtetin, rendin, sigurinë, policinë, çdo autoritet tjetër, mund të digjen banesa, mund të ketë fatalitete, kështu që absolutisht përballë një situatë e tillë, të dokumentuar dhe nga statistikat e ardhura nga policia e shtetit, ne nuk mund të rrinim apatik, përkundazi duhet ndërhyrje ligjore në mënyrë që kjo të jetë një masë e fortë parandaluese për çdo kënd që është i papërgjeshëm dhe sfidon hapur ligjin dhe të drejtën e çdo kujt tjetër që të vazhdojë jetën normalisht dhe aq më tepër ku bëhet fjalë për ambulanca, për zjarfikse dhe për policinë e shtetit e cila mund të jetë në operacione ndryshme. Ndërsa përsa i përket rolit të medias dhe specifikisht gazetarëve, kodi i ri penal sipas asaj që referoi në kuvend ministri i drejtësisë, i jep mbrojtje statusit të gazetarit dhe madje në rastet e kanonses apo dhunës ndaj tyre parashikohen si vepra penale. Në fakt, për herë të parë, shteti shqiptar shkon me një nizmë shumë serioze, ku ka duke në mbrojtje të shprehjes, pra lirisë së shprehjes dhe një vendi më demokratik që i përqafon punën dhe misionin e gazetarëve, pa e vendosur ata përpara presionit për procedim penal për shkak të akuzave që mund të bëhen për shpifje, sidomos kur ata janë në mirëbesim, apo kur qartësi ata po kryejnë detyrën e tyre duke respektuar etikën dhe misionin e gazetarit, nuk mund të ketë kursesi ndjekje penale për ta. Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar edhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta, ku në nenin që përkon me kanosjen, në fakt ne ashpërsojmë dënimin për çdo kënd i cili po kanos gazetarin, i cili është i qartë që po kryen detyrën e tij, dhe pra ne kemi një veprim të dyfish për gazetarët, jo vetëm i lehtësojmë ata nga çdo kallëzim i mundshëm për shpifje, po shkojmë akoma më tej duke vendosur një standard të ri që nuk ka ekzistuar më parë në Shqipëri për mbrojtjen specifike të gazetarëve në, si shpreh kjo e qartë, e vullnetit të qeverisë shqiptare për të stimuluar lirinë e shprehjes dhe punën investigative që bëjnë gazetarët. Me qënë se kemi të bëjmë karangja me kodin penal tipikisht, për ju ka qënë edhe është Biblia e punës suaj, çfarë janë të ndryshime? Sa të nevojshme ishin për realitetin tonë? Tani, duhet të ndajmë dy pjesë. Teknika legislative e përdorur, një, dhe e dyta, jemi dakord për disa nene, për shembull edhe për nenen 293 paragrafi i parë që shtohet, do thotë të japin mendimin ton për këto ndryshime. Konstatohet që teknika legislative në ndryshim nga kodi penal, po të kemi parasysh që u shpërnda që rodhi nëpër media që u dhanë dhe mendime, është një teknikë e pranueshme. Pra është një teknikë që ka logjik, sepse kodi penal kishte, domethënë, kodi penal që u propozua për diskutim, kishte mungesë logjike, ngatrim të instituteve penale dhe procedurale dhe vende ishte tërësisht i paqartë. Tani dalim, pra kemi një teknikë legislative të pranueshme që kuptohet për popullin. Doli vjet ka qenë korrik gusht periudha kur doli, pra ka pas gabime të rënda në parim atë kohë? Gabime të rënda të cilët bie në kundërshtim me teorinë e drejtës penale të Shqipërisë. Ku e rregulluan? U konsultuan me BE-n?
nuk sot për shembull dhe në çdo vend të botës kur bëhet një kod penal, personat që bëjnë propozime çdo nenet marrin një relacion. U zbor ky propozim për shembull, ka pas nevojë shoqëria për këtë sepse kodi penal përcakton rregulla shoqërore ose veprime në botën e jashtme, të cilët nëse bëhen janë të rrezikshme për shoqërinë dhe ka dënim penal. Pra nuk kisha as lloj relacioni, aty thjesht u shpërnda nëpër WhatsApp që ky është kodi penal u vun para faktit kryer, ndërkohë që çdo nen duhet të jetë i konsultuar, të ketë teknikë legjislative, të ketë një logjik nenet ishin komentar i drejtës penale. Pra ishin shumë gjatë, ngatrohej institutet e drejtës penale, ndryshoheshin, pak a shumë i bide që të hyjë ky kod penal në fuqi, do ndryshohej shumë ligje, do ndryshoheshin shumë ligje të tjera, ndërkohë do ndryshohej edhe librat e të drejtës penale në fakultetin juridik. Tani dalim në ndryshimet legjislative, kemi një teknikë legjislative, pra një gjuhë më saktë që ta kuptohet dhe publiku, të kuptueshme. Pra ti si avokat sot ose si prokuror, kur e merr përpara kod penal e ke të thjeshtë dhe kupton se për çfarë bëhet fjalë. Tani dalim tek neni. Për mendimin tim. T'ja lexojmë një moment, vetëm një moment t'ja lexojmë audiencës. Pushimi i mjetit në karrexhat në rresht të dytë, përveç rasteve kur kemi të bëjmë me 2 mjete me pedal, 2 kilomotor me 2 rrota ose 2 motor me 2 rrota, që pengojnë qartazi dhe në mënyrë të drejtë për drejt lëvizjen e automjeteve në shërbim të policisë, zjarfikësve e të ambulancave apo shërbimeve të tjera të institucioneve, bllokon tërësisht rrugën, duke bërë të pamundur kalimin e mjeteve të tjera ose shkakton bllokim total të rrugës për këmbësorët, duke bërë pengesë serioze për sigurinë publike, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 vit. Tani këtu jemi, to kushte. Tani unë mendoj personalisht ky nen, domethënë mund të ishte ndjekur më mirë, pra mund të ishte përcaktuar si masë administrative në kodin rrugor. Pra ne, domethënë, sepse çfarë problemi ka? Dhe eksperti e di sepse domethënë në shumë raste, kur ndodh një vepër penale, duhen bërë veprimet e para hetimore. Dhe procedurale si mas kodit procedurës penale. Pra nuk kemi të bëjmë me një gjop që i bën polici një foto, por duhet bërë hyrja e vendin ngjarjes. Pra mjeti që ka parkuar keq duhet vi policia gjyqësore, të rrethohet vendi i ngjarjes, të vetë sken krimi, vendi i ngjarjes. Ti vjen piket. Ti vjen piket, pra këtu ka parkuar shoferi, këtu është blokuar rruga. Do bëhet këshyria, do bëhen fotot. Të fiksohet mjeti që është bloku, zjarfikja që është bloku, rruga e policisë që është bloku. Foto. Prandaj neve e ngarkojmë policinë e shtetit me detyra të panevojshme. Kjo jam dakord që është shumë e rëndë për shoqërinë. Kur një makinë parkon tek vendi ambulancës, kur një makinë bëhet pengesë, domethënë duke kryer veprimet, domethënë se bëhet një përshkrim i nenit, pra është parkuar në një vend që bëhet pengesë për sigurinë publike. Shumë bukur, mund vetë një gjobë e lartë, në rast se është në përsëritje mund të shkojë deri në konfiskim të mjetit. Por do ishte mirë të ndryshojë kodi rrugor dhe të kalonte në penalitetet të rënda deri në konfiskimin e mjetit. Pra do ishte më mirë që ne sa të bëjmë këto veprime hetimore për të dënuar personin, neve personit duhet t'i dënojmë xhepin. Sa ja shtojmë punën prokurorëve tani të merren me këtë çështje? Kjo i shtohet puna prokurorëve, do shtohen të paktën në Tiranë. Në Tiranë mund të kesh mbi 10.000 procedime do i shtohen prokurorisë së Tiranës. Sepse është çështje fakti. Do kesh 10.000 qyre vendngjarje. Do kesh këshyret e vendit ngjarjes sepse do ta dokumentosh nesër, sepse dokumentimi, mjetet e kërkimit provës janë të përcaktuara në kodin e procedurës do ta dokumentosh. Ai ka rrezik me një proces verbal polici çon në burg. Neve flasim ligjet, siç është ligji. Skandaloze. Ne siç është ligji, ligji është ndodhi ngjarje, pa kjo është vepër penale me vendngjarje. Është si aksident. Ndodhi aksidenti, ti është çështje fakti. Ka ndodhur ngjarje sepse duhet fiksuar vendi kryes veprës penale, sepse vendi korrespondon në rrugën e ambulancave, korrespondon sepse është e përcaktuar. Shiko, dakord jam. Pushimi i mjetit ka rrexhat në rresht të dytë, që pengon lëvizjen e automjeteve, por nuk e përcakton që është kalimi, është rrugë. Tani, problemi është i tillë, ta thash një herë, që të përcaktohet vendi se ku është, duhet vi oficeri i policisë gjyqësore në vend ngjarje, të bëj kthyrën e vendit ngjarjes, që të përcaktojë që ky mjet është gjetur në filan vend. Është njësoj sepse kjo është vepër penale me vend ngjarje. Pra duhet që mjetet duhet të jetë me vend ngjarje. Po duhet të jetë. Po duhet të jetë se s'ka se ti ndryshe. Dhe
duhet të konstatohet mjeti, bëhet qyre dhe të rrethohet vendi i ngjarjes. Konstatohet mjeti që është pengu, po do pres zjarr fikse aty. Do shoj zjarrin sa. Ndërkohë që kjo shumë mirë mund të ndiqet me procedurë në mënyrë administrative dhe mund të jetë gjop shumë e lartë. Pra gjoba sa dënohet penalisht mund të jetë në mënyrë administrative, të jetë gjop e lartë 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Po. Dhe gjoba tjetër gjoba të larta, tjetër për mund të jenë të larta. Ose të a parkove keq, që nesër ti djegësh xhepin. Se sa të vesh prokurorin në lëvizje, do rritet puna e prokurorisë, do rritet puna e policisë shtetit, sepse do vinë në vendngjarje, do konstatohet, do bëhet. Ndërkohë që një polici rrugor s'ta konstaton faktin, të vetë gjoba, se sot gjobat janë shumë sakta, i vet, po të vesh re, çdo punonjës policie të vë foton. Pa e ke edhe me foto. Por po të bëhen veprime procedurale sipas kodit procedurës penale, ne rrezikojmë që t'i ngarkojmë dhe një punë tjetër, sepse policia e shtetit i kemi lënë mbledhjen e çadrave në plazh, po të keni parasysh del policia e shtetit. I kemi lënë ato ndërtimet pa leje. I kemi lënë kontrollin e territorit. Ndërkohë që ne kemi probleme tjera, policia e shtetit duhet të jetë e angazhuar në vende të cilat kanë nevojë për siguri. Dhe siguria e qytetarëve sot jeta dhe shëndeti. Pra siç diskutojmë në përngjarje andi që ndodh vepra kriminale, ndodh gjëra, ndodh vrasja, autorët nuk kapen asnjëherë ose largohen të pashqetësuar nga vendi i ngjarjes, ndërkohë ne në vend të trajnojmë që si të kapen autorët, ne merremi me diçka që shumë bukur mund të ndiqet administrativisht dhe të dënohet në mënyrë administrative me një gjop të majme, që personit mos ta përsërisë më këtë. Dhe madje tjetë dhe titull ekzekutiv, që të vetë në ekzekutim menjëherë, edhe i mbahen nga paga, i mbahen nga rroga, nëse s'paguhet i konfiskohet mjeti dhe shteti merr mjete të reja, pra rritet numri i mjeteve. Kjo është një diçka pozitive. Faleminderit Karamxha. Rexhepi, si e pe këtë ndryshim tani? Kjo për mua, se pak diskutuam dhe herë tjetër, është një skandal i madh. Unë do ta shoh në anë të kundërt. Atëherë një polic në respekt një policëve të çakullimit duhet shpreh diçka që më kanë kërkuar me lejen tuaj. I mirëpritur. Policëve i kanë hequr ushqimin, rreth 100.000 lekë. Ata sa e morën? Prit, ja kanë hequr ushqim, ja kanë vënë në shtesë 100.000 lekë, po ky 100.000 lekë që tatohet. Po pse me ile me nën punë si tanto punojmë ne? I gjet 20.000 lekë shkej 100.000 lekë. Pra praktikisht ja kanë ulur. Nuk e di atë pëlqeu, thjesht më duk pikante. Jo, bëre shumë mirë që e the. Domethënë i kanë hequr 20.000 lekë, se po tregojnë ata 100 merrshin ushqime, tani i marrin rrog dhe në respekt gjithë atyre që lagën shije lodhen. Po mirë tash. Por një domethënë në sa vakte ndahet në 25 vakte, kjo 100.000 lekë tash ti ja i dhe 20 një javë hoqe, një javë buk i kequr, një javë buk policit. Po pra. Tani kjo është skandal, qofse është kështu. Është në kapë rrugë, kanë vetë se shohim që jemi zë. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, me këtë që tha Rexhepi, drejtoria e përgjithshme nga xhepi, ma shpreh shqetësim real. Po kam gabim vjes domethënë. Të reagoj se ç'është kjo nga 100.000 lekë i merr dhe 20.000 lekë. Ja më ataton ke rrogat atot. Të reagojnë, domethënë dhe Ministria e Brendshme dhe drejtoria e përgjithshme për këtë çështje. Tani kjo pjesë ishte që domethënë në respekt atyre që punojnë të gjitha, po një polic merr atributet e mbigjyqësore, domethënë. Të dënon me burg një polic çakullimi aty direkt me një cop letër, domethënë. Kjo është e tmerrshme dhe e frikshme. Sepse unë mjafton të rekrutoj, po xhiroj gjithmonë logjikën mbrapsht. Folëm respekt për punonjësit që punojnë të gjitha, unë mjafton të ndërhyj ose minë rekrutoj një polic dikë që e ka minat, mbaj tërë ditën kontroll, u parkua diku keq. Do marrësh një buk, do ndalosh një moment. Iku në burg. Është jashtëzakonisht e tepërt, po e tepërt. Tani çfarë problemi ka kjo puna burgut? Kjo puna burgut ka edhe një tjetër. Mos vallë duan të ndalojnë protestat e qytetarëve. I bie që me këtë teorinë e burgut, që tërë ata zëtoristët e Athinës që bllokuan rrugën në autostradën do ishin në burg. Me gjas po. Me këtë lloj legjislacioni. Pjesa tjetër për mua që është më e gjerë që duhet trajtuar, nuk kemi pse i hedhim as policëve as qytetarëve ngarkesën dhe mishmashin që ka bërë bashkia në qytet. Nuk ka marrë masa për çakullim, nuk ka marrë masa për zgjerim në rrugëve. Mirë bën që ndërtohet, Tirana zhvillohet. Zhvillimi është diku mirë, diku çka, diku shumë keq. Po për këto hingat e autostradave, kush më bëjësi? Që bëhen të pandrejshme. Se këtu dhe ndërtim gjitur aty. E bën dursin me 6 korsie dhe shumë mirë që e bën. Pa ai 6 korsia do vi prap si punë shishes
Në Tiranë hyet me 2 pastaj. Kur hyet për në në dalje fare me 1 fare aty kur del. Kështu që ç'vlerë kishte kjo gjashi. Pra gjithë këtë çrregullim, mos marrë masa për parkim se të lutur mësh nuk janë qytetarë tani që parkojnë dysh. Dysh parkon një rrugaç vagabond që nuk llogarishtetin, që nuk themi që gjithë qytetarët janë tillë sepse ka zotëri domethënë. Qytetarët që e njohin ligjin dhe respektojnë. Një edhe gjithë për moment, hajde ndahet i kanë ndaluar për moment. Po i patën zon rrugën ke ambulanca. E lagjës aty, ose ke spitali. Spati vend ke spitali e parkoj dysh, do çoj tjetrin të smur. Si në Burg, jam totalisht kundra kësaj. Mbështes teorinë që tha Ervini, po jo direkt me këputje maksimale të gjovave. Pa isën me laptopa policët, e ke për herë të parë, po them 30.000 lekë, të doli 2-ta 300, e 3-ta 900, e 4-ta e 4-ta e tjetë 100.000 euro mjeti aty, pagu një dhjetë që të nxjerrësh, e nuk e bën më. Por ndërkohë duhet marrë masa dhe madje kur është ngrit problemi i qarkullimit, një nga propozimet që kam bërë dhe paktën punojës të qarkullimit të ministrisë ishin, që duen ullur në mënyrë drastike parkimet me pagesë. Jo flas për parkimet në taksore, për parkimet që i administron bashkia. Sepse ulja maksimale e atyre do të bënte që qytetarët, domethënë ta kishin më të lehtë parkimin, të gjenin vend parkimi. Sepse ato zona ngelen o të mbuluara, o të zbuluara, se nuk nda mendje 2.000 lekë parkoj të natën atje, domethënë ke pika e parkimit, për nëse e ul këtë se ti nga një ani do të ardhur, e ke zënë tërë qytetin. Nga ana tjetër i thua mos u parko dysh, shkurt jam kundra me këto argumenta që thash, nuk jam fare dakord dhe ti vën gishtin kokës, se mund të ketë vetëm konotacione negative. Pastaj duhet të fishuar si kapacitet policia. Se duhet një polici gjyqësore se ajo duhet bërë me vendngjarje, ti do vërtetosh cila makinë u bllokua. Do po gjën. Pastaj kush na që nga e rëndësishëm, kush është i rëndësishëm, kush ka edhe diçka tjetër, duhet hetohet kush është shoferi. Sepse pronari i makinës mund të jetë jashtë territorit të Republikës. Po makina në qira, si bo, bravo, shumë e bukur. Pas ka hetim kjo do hetohet shoferin kush e ka dhënë. Po se do nisi kjo punë, do hetohet, ky është problem. Pa ka prime mos bëjmë kështu, e tham drejtori përgjithshëm dhe burrat i shkojnë brava. Drejtori përgjithshëm një bën ligj, ky është problemi tani. Po pikërisht pra kështu nuk duhet të ishte gjë. Me 85 vota. Po kështu për neve diskutojmë ligje që energjisë që kanë vetë njerëzit edhe 74.000 euro, 80.000 sa merr ai tigri, pantera aty në Vlorë që nuk diset. Edhe tjetër për 3.000 lekë shkon brenda tani nuk burg, ç'është kjo burg? Po burgu ka koston një taksa duhet taksat e mia. Mirë, ne folëm pak ditë më parë edhe vetë kryeministri tha që kemi problematik shumë me burgjet, shumë të burgosur. Tash me këtë ne synojmë ti mbush. Të gjitha burgjet e BE-s që janë bërë për shqiptarët jashtë, të paktën këtë e di mirë, i kemi populluar me shqiptar, prandaj nuk financojmë. Edhe para nuk jam shumë dakord që financojmë për burgjet, financojmë për shkolla, për gjëra tjera, për spitale. Ka për kaq shumë burg. Është problemi. Të gjitha burgjet që janë financuar një burg tjetër para pak ditësh. Po pra, mbyllen së di hapën Shqipëri. Se ja bëjnë jetën të lehtë qytetarëve. Bën letë kurse këtu po janë nxjerrë jetën. Po, heqim familje nga puna, heqim gardianat që. Sepse po e marr një rast teorik. Personi po të çon fëmin në punë, në shkollë. Po. 2 minuta ndalon është bloku, mund t'i çajë aty gomë nuk e lëviz dot më mjetin nga aty. E bllokohet. U kry vepra penale, ai është një i punojës. Po dënu me vendim penal ai do lidhë vend e punës. Dhe nesër do detyrohet që të emigrojë. Jo më ta kthejmë një oficer policie, po ikën për vendngjarje i plasi gomë. I plasi gomë ngjë. La makina aty me taksi ka ndodhi vrasje. La makinën mori taksi shkoi për punë aty. Tash ta fusin burg që lahet makinën dysh atje. Pa kemi shumë. Do hetohet pra ka shumë hetime, është si ngjarje, kush ishte shofer, si hyni. Është tepër mbi të tepërt atë. Është tepër mbi të tepërt. Unë ngre flamun e kuq me njërit e mia që kam domosdoshmë. Nuk besoj se qytetarët janë. Jemi shumë dakord për ndryshime të cilat sigurisht i vinë në ndihmë qytetarit shqiptar, i vinë në ndihmë lehtësimit të jetës sociale të një qytetari, sigurisht kërkojmë disiplinimin e të gjithë akseve rrugore, nga shoferët papërgjegjshëm, nga ata që ti paraprim planet urbane, treshe të tjera me radhë, por kur gjëja çalon diku tjetër, nuk do duhet të shkojmë godasim qytetarin se problemi është diku tjetër. Ata lacat në këto makina të cilët parkojnë si duan ata, 2, 3, 4 kur ka dhe vende pak më të gjëra siç është Tirana, ata për një javë kanë bërë shtypje, siç ka treguar historia, i disiplinon. Ne ndalemi tek një çështje tjetër. Të lutem. Patjetër mund ta shtosh Karanxha nëse ka diçka, patjetër ndjes. Duhet kemi parasysh diçka, duke qenë se kemi të bëjmë me vepra penale dhe jo administrative. Po, mbas në 30 funksionet e policisë gjyqësore, thuhet që çdo veprim procedurial duhet bërë nga oficeri i policisë gjyqësore dhe jo nga agenti.
Jo nga polici rrugor pra ose. Po, do vi oficeri i policisë, pra duhet, domethënë, më kupton çfarë? Koha fizike që do të janë veprimet absolutisht pavarëse kur bëhen nga jo kompetenti. Pra, sepse e thot në mënyrë qartë. Funksionet e parashikuara paragrafet 1 të bëhen kryen nga oficerët e policisë gjyqësore, pra jo agent, sepse policia gjyqësore ndahet në agent dhe oficer. Vetëm oficerët duhet bëjnë veprime procedurale. Okej, domethënë do të vi nga prokuroria, nga gjykata, duhet vi se agenti mund të përdoret si dëshmitar, po veprime procedurale. Çrregullim dërgor që s'doja dalin dot. Atë kjo do i çojë drejt kolapsit, ose do rritet numra do rritet numri. Kam përshtypjen do ta ndryshojnë këtë. Prap, nuk do ta mbajnë shumë gjatë, ose do ta lënë një nen që nuk do ta fusë parë. Po jo, se kam për të dënuar vetë deputetët. Po, kam për të dënuar vetë ti. Rrugë kuvendit po. Se kishte edhe një paragraf. Kur cënohen komsorët. Po. Tu kalu para parlamentit. Për trotuar jam dakord, po jo burr. Trotuara që zon rrugën. Karanja është e bukur se te kuvendi, po te kuvendi janë gjithë deputetët që është. Ose shkakton bllokim të rrugës për komsorët. Aty është rrugë komsorëve. Se është rrugë biçikletë. Po dhe aty me gjop, në trotuara që na parkohen para shkallëve. Ke vepër penale, po aty gjop i ve gjop. Ta arrestojmë deputet në flagrancë domethënë. Ta arrestojnë në flagrancë për shkeljen e rënd ligjit. Po. Kundravajtje për rrugore. Ne vesh skalojmë dot i lëna çfarë përsa. Kjo është Shqipëria jon. Bën dhe ligjet mira, se ka dhe ligjet mira kodi penal. Të paktën për gazetarët në dukje ishte një ligj i cili i mbronte. Të paktën çfarë është kuptuar se analiza mund të jetë pak më e gjerë, i mbron edhe nga shpife, i mbron nga kanosja, nga dhuna dhe jepet një status gazetarit që për këtë media sigurisht është falendëruese nëse do të funksionojë e tillë. Pastaj nëse ka kleçka mbas sa historie, do duhet parë se historia çka nuk ka treguar në Shqipëri. Ndalemi tek çështja tjetër, të lutem më kalo pak regjia me shkresën e Niko Peleshit, kryetarit kuvendit sot, i cili kërkoi që mbledhja e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve të shtyhej për sa i përket shqyrtimit të kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit dhe hapjen rrugës për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sot pra, përshtyrja e mbledhjes të Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetit në mbështetje të AQ thot, si dhe duke marrë në konsiderat se në mbledhjen e parë të Këshillit të zhvilluar në 19 dhjetor, deputetë antar të këtij Këshilli kanë kërkuar që shqyrtimi i kërkesës së prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për dhënien e autorizimit nga kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë të deputetit ministrit zëvendës kryeministrit nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit, të lidhet me marrjen dhe vlerësimin paraprak të vendimit përkatës të gjykatës kushtetuese, duke vlerësuar se një shqyrtim i tillë synon garantimin e një procesi vendimarrës të plot objektiv dhe në përputhje me parimet kushtetuese me qëllim shmangjen e cënimit të parimit të sigurisë juridike dhe garantimin e rregullsisë kushtetuese të veprimtarisë dhe vendimarrjes kuvendit. Mbledhja tjetër do të thirrë dhe do të njoftohet në një tjetër datë. Tani, sërish jemi në çështje ligji Karanja dhe po nisë edhe me ju, ndërkohë që përgatitet Rexhepi për të analizuar edhe më tej këtë çështje. Dy orkesa të ndryshme. Njëra që shkon në kushtetuese për pezullimin e Ballukut, që kushtetuesja ka të drejtën e saj ta shqyrtojë, ta rrëzojë apo ta minatojë si kërkesë. Dje njoftoi që ju duhet më shumë kohë. Ndërkohë u shty mbledhja e Këshillit të Imunitetit. Tani kjo një tjetër kërkesë për arrestimin. Ç'lidhje ka kjo që ka shkruar kryetari i kuvendit në këto dy kërkesa? Ma shpjegon dot? Tash, e para që kemi thënë dhe tjetër, po e them shumë shkurt. Kjo tregon edhe një herë ligjet që bëhen nga Kuvendi i Shqipërisë, ligje dobta, të cilët krijojnë konflikte kushtetuese, konflikt mas konflikti. Pra, nga një konflikt që do na lindi tek parkimi dysh, edhe kjo rast tregon për një paqartësi totale të mjeteve të kërkimit provës dhe të masave të sigurimit që duhet të shkohet në gjykatë. Në kuvend. Pra, për çfarë masa sigurimi do të shkohet në kuvend? Pra, kjo tregon një herë, domethënë, edhe me parkimin, por që në Shqipëri bëhen ligjet brenda natës, bëhen shpejt e shpejt, të jemi në rregull me ndërkombëtarët, ndërkohë që jemi në rregull me veten tonë. Tani duhet bëjmë një analizë të dyja kërkesave. Pra, kemi kërkesën e kryeministit që është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim dhe kërkesën e SPAK-ut drejtuar kuvendit për vendosën e masave të sigurimit me karakter shtrëngues, heqjen e imunitetit. Jo, duhet kemi parasysh imuniteti është kërkuar autorizim për arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Dhe veprime procedurale, kontrolli banesës që s'ka as i vlerë domethënë. Okej. Të bësh i kontroll banesë që do ashtu e ke pastruar shtëpinë i 100 herë. Iku dhe vera, iku. Po iku dhe vera sepse ne kemi tash sa të presim sa prit gomar mbi bar. Por nga kush po e pi edhe vera. Tani diskutohet.
Kryeministri i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të bërë interpretimin e marrjes së kompetencës, nëse është marrë kompetenca apo jo e kryeministrit, duke pezulluar organet gjyqësore, një ministër ose zëvendësues ministër në detyrë. Gjatë debatit gjyqësor, po të kemi parasysh, u ngritën pretendimet e palëve, u vure që gjykata që kishte caktuar masën sigurimit nuk mori pjesë, sepse gjykata shpreh gjithmonë me vendime, nuk mund shkojë te një dhe në emër të Republikës, që në emër të Republikës. Pra, domethënë, të dyja janë në emër të Republikës, domethënë dhe gjykata kushtetuese, domethënë kishte një konfundim dhe me drejt gjykata e GKK-s nuk mori pjesë me atë. Tani u diskutu nëse ka apo jo marrjet kompetenca dhe e dyta, janë marrë kompetencat e kuvendit për sa i përket masës së pezullimit nga detyra. Kjo është. Dalim për kërkesën për arrest. Kërkesa për arrest është tjetër objekt, është tjetër kërkues. Pra janë kërkues të ndryshëm. Këtu është kryeministri për marrjen e kompetencave, këtu është Spaku, i cili ngren pretendimin, bën kërkesën sipas nenit 288, nenit famshëm, nenit të gjymtuar, i cili kërkon heqjen e imunitetit për zonjën Balluku dhe konkretisht për arrest shtëpi dhe arrest në burg. Tani jemi këtë kërkesa, shiko të shohim të vendimin. Tani, pra, thot kuvendit, shohim çfarë do thot kushtetuesja për pezullimin, pastaj të themi ne për imunitetin. Këtë unë tash realisht nuk e lidh dot. Edhe u fal për ignorancën. Tani, çfarë analizë bëjmë ne? Bëjmë analizën e parë. E pranoj kërkesën e kryeministrit. Okej. Shumë bukur. Vendosi thotë që GKK-ja nuk ka drejt të pezulloj. Po themi. GKK-ja thotë duhet merrte autorizim në kuvend. E zëmë. Shumë bukur kjo masa. Tani, çfarë do bëhet me këtë tjetër? Se logjika e do tani, se deduksioni logjik thotë që shikose, po thanë ata të japin drejt kryeministrit nëse japin imunitetin. Këtu na çon logjika? Kjo logjik, neve e para herë ka një problem tjetër, sepse nuk e di vendimi do jetë i zbardhur apo jo. Do jetë i zbardhur. Sepse nëse shpallet vetëm shkurtim vendimi, sepse zakonisht shpallja është shkurtim, si fillim bëjnë shkurtimin e vendimit, pastaj deli arsyetuar mbas një muaji i gjithë. I bi që ne të presim sa të vi i arsyetuar, sepse ai mund të arsyetojë dhe kanë afatet. 30 ditë kanë nga momenti i seancës plenare. Por pa nga shpallja. Nga shpallja kanë 30 ditë. 30 ditë. Pra ne jemi sot, domthonë jemi ndjeni që nuk është shpallur akoma. Pra kemi dhe 30 ditë dhe i bi që prokuroria që po heton një çështje penale është ngërç, sepse ka qenë në dhjetor që ka kërkuar. Po ikën janari, po ikën shkurti, po ikën marsi, dhe tani a ka efektivitet ndjekja penale. Dhe mendimi im kush është, duke qenë se është vendosur masa pezulluese, pra që në fillim prokuroria kur ka caktuar masën, ka kërkuar masë pezullimi dhe është vendosur nga gjykata, ka pasur parasysh parimet e proporcionalitetit. Pra masa në raport shkeljen me rrezikshmërinë e personit të veprës penale, rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Duke pasur parasysh se zonja Balluku është prind, është prind që ka në varësi fëmijë të mitur, domethënë është pra shmuar drejt, dhe për mua pezullimi është i drejtë. Përballje personalisht nuk jam për mas arrest në burg. Pra nuk jam edhe sot për shembull, nëse jepet do isha i menimit të jepet një arrest shtëpie. Arrest në burg, domethënë edhe nëse domethënë kalon procedurë kuvendit, nuk jam për arrest në burg. Siç kam marrë praktikën personale, në të rastit zotit Velie është tepruar me arrestin në burg. Siç veprohet dhe me qytetarët shqiptarë që po kalën në burgjeve, për nëse po e themi për zyrtarët e lartë dhe po lëm jashtë dorë po qytetarët. Siç po ngrem zërin dhe për atë nën kodit penal që do fusi qytetarët në burg, i vit burg, pra neve po i mbushim burgjet plot. Pra burgu duhet të jetë përjashtimor. Në një demokraci, depenalizimi tregon një rritje të demokracisë tek njerëzit, rritje të edukimit, sepse njerëzit nuk bëjnë më vepra penale. Neve konstatojmë të kundërtën. Neve i kemi mbushur burgjet plot me masa sigurimi represive. Prandaj, mendimi im këto dy masa nuk kanë, domethënë dy, duke qenë se një është kërkues kryeministri, këtu është kërkues Spaku, me vendim që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Por duhet parë do kuvendit i lidhi tani. Do kuvend tani arsyetimi i vendimit, mendoj kjo ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese, kjo e ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese, sepse po ja le, domethënë të gjitha sigur, domethënë gjykata kushtetuese ka vetëm një objekt, pezullimin, nuk ka lidhje me këtë, me arrestin e kërkuar nga ana e Spakut.
Pra kuvendi me këtë që ka bërë sot duke sigurisht le topin kushtetuese, që i thotë që shiko se kemi këty shpresën tani, ëh. Unë them që çfarë do vendimi të marrë gjykata kushtetuese, si ta pranoj kërkesën e kryeministit, si ta rrëzoj, nuk ka lidhje. Pra neve duhet të jemi dhe parlamenti duhet të jetë i kujdesshëm, pra duhet edhe parlamenti duke qenë se ligjvënës, duke i dhënë mos vendos masën ekstreme për zonën Ballogu, pas duhet vendos, pra veti si kuvendi, do të thënë duke bërë dhe për të tjerë, jo vetëm për Ballogu, po për gjithë, që politika jon penale është që njerëzit mos arrestohen dhe jep vetë. Ndërkohë që duhet parë dhe diçka tjetër, se nëse bëhet për zonën Ballogu dhe nuk bëhen për qytetarët, kjo nuk ka ku shko. Është premtuar një amnisti, duhet ta dalë. Nuk, do të thonë ka qenë para vitit 3, jo do bëhet amnistia dhe nuk po del. Historia ka treguar që nga marsi nga prilli përfundon. Atëherë, nëse del amnistia nga marsi nga prilli, ministri i drejtësisë duhet bëjë një relacion të detajuar pse janë mbushur burgjet shqiptare plot me shqiptar. Në vend këta qytetar, këta meshkuj vital të jenë në shtëpi, këta rrinë burgjeve. Kupton? Për ndonjë cigare ashash. Faleminderit Karanxha. Do rikthehem sërish. Rexhepi, se i bëri një shpjegim nga pikpamja ligjore. Në fakt edhe unë jam i mendimit që këto nuk konvergjojnë fare me njëra tjetrën, domethënë. Tjetër gjë është kërkesa e pezullimit, madje që të jemi ndershëm në strategji, unë e gjykoj, domethënë, e para njerë në një farë kuptimi zonja Ballogu tregoi që është peshë e rëndë brenda qeverisë. Dhe ndoshta ato përshpëritjet konfirmohen, domethënë, jo po i ka thënë Ramës të marrë me vete, edhe sepse po shihet që po bëhet një luftë e madhe, luftë që nuk është bërë as për Samir Tahiri, as për emra të tjerë përpara. Dhe nëse është bërë në mbrojtje, është bërë shumë me delikatesë. Shumë me delikatesë, domethënë. Për shembull për Ilir Beqen që u dënua për shfrytërim fondesh europiane, gjë që s'mbyllesh dot, këto pjesa e pasaj këtyre desinfektime e tjera nuk u prek fare. Tash në lidhje me zonën Ballogu, unë mendoj që taktikisht edhe stafi i saj nuk procedoi mirë, se kjo ndoshta arriti edhe le themi, më thonë se agresivitetin ligjor të SPAK-ut. Qenë se ti nuk pranon largimin, pra edhe fakt kjo taktikë u përdor dhe Merion Velin dhe ju shtuan, e kanë si duket ndoshta taktike timore. Megjithëse po pranon pezullimin, ne po dalim me kërkesë për arrest dhe po vëm disa prova që kuptohet nuk i kanë parë me kokra, njerëz të certifikuar, po flitet që ka goxha material. Në gjykimin tim, dakord, unë e pranoj që ndoshta gjykata kushtetuese janë në presion, por duhet të ngrihen në lartësinë e detyrës. Kemi pas detyra shumë më të ulta, pra që represioni mund të ishte shumë më i lartë, sepse ti je antar i gjykatës kushtetuese, duhet matet kush të bën presion. Ose ti si në rregull, që janë antar i kushtetues pa diçka të dinë, ose nëse janë rregull, ai që të bën presion ty duhet të jetë baraz me Zotin, pra nuk duhet të jetë në gjendje njëjtë të afrohet, sepse të ka dhënë shteti, të ka dhënë qytetarit të drejtën që të analizosh ligjet, të rrëzosh ligjet, shikosh kushtetueshmërinë. Plus pasaj do të shtoj edhe një lidhje me atë që tha Ervini, mungon dhe shumë kodifikimi i ligjeve. Ka qenë një sektor nuk e di ashmë për kodifikimin e ligjeve, pra si procedojnë në raport me njëra tjetrën. Unë e kam thënë edhe një herë këtu në studion tuaj, për mendimin tim edhe po e përsëris prapë që stafi ligjor bëri gabim, por nuk ka pse të punojmë me dy standarde. Ndoshta ka nevojë për ndryshime ligjore, një oficer madhor me fillimin e hetimeve pezullohet direkt nga detyra. Pse su pezulloga zëvendës kryeministre? Për më tepër nga një gjykatë speciale. Me fillimin e hetimeve në gjykatë zakonshme, një oficer madhor largohet automatikisht, ose kështu ka qenë paktën automatikisht nga detyra, pezullohet dhe rikthehet nëse mbyllet hetimi dhe merr pavajsinë. Kështu që kjo praktik duhet ligjesh dhe për të gjithë deputetët. Dhe faktikisht disa thonë që deputeti është imun, për mua nuk ka imun para ligjit. Nëse kthehemi për barazi para ligjit, do të thotë që askush nuk është mbi ligjin, pastaj për të mos. Zoti Braçe tha sot paktën nga çfarë lexova që lexova diçka që zonja Ballogu për sa kohë është në hetim, është pa imunitet, në kuptimin je në hetim nga institucion drejtësie. Që praktikisht logjike koncepti imunitetit bie. Kështu që sa kohë në hetim. Pjesa tjetër pasaj që s'po më pëlqen, edhe kjo vonesa tash. Pra po kthehemi ke ngriha në lartësinë e detyrës, çka ka aty? Aty unë
me noatin profesionale i kuptoja që në të folur kur drejtonin pyetjet kush ishte pro dhe kush ishte kundër. Reflektua, no? Sepse bënin ca pyetje lëpirëse kështu në njëri që gjithsesi kështu që të çonin kanal aty, domethënë te kanali që duhet jetë jo, disa pyetje bëheshin te kanali që duhet jetë po, domethënë e artikulonin në atë formë, kështu që e diskutoja atë mosdhënien e aprovimit, për mua do jetë e rëndë sepse jo për faktin që sepse ajo mund të jetë parimore mosdhënia e aprovimit, po mosdhënia e aprovimit Parlamenti do pateric, pavarësisht se do të koordinojë me njëra tjetrën, që të motivojë dhe rrëzimin e kërkesës së zonës Balloku. Pra, mosdhënia e aprovimit për pezullim do shërbej patericë e paligjshme për Parlamentin për të rrezuar. Edhe këto shtyre. Tash me shumë drejt aty ka shumë jurista si nga pozita, si nga opozita. Pra atë shtyre të kërkojnë ta penalizojnë kryetarin e Parlamentit akushim me këto vendime shtyre. Çfarë këto shtyre këto janë situata shumë emergjente. Në kuptimin që... Kuptimin e timor në raport me Spadën. Timor, kështu që mendoj që tash edhe ne në punë kemi që nuk intensiteti për një vrasje nuk ishte baraz me një thyrje xhame, domethënë, ja kështu ishte. Edhe kjo punë kështu është, domethënë, ngjarje shumë e rëndë. Një herë rrethohesh gjykata lart, historiera, një herë shkohesh për vizitë Ilir Meta kryeministri ishte çfarë ishte, domethënë, tani janë këto presionet shumë indirekte, po që thash, ti je gjyqtar kushtetues, duhet ta mendojnë kur shkojnë, po shkojnë atje, nuk duhet shikojnë as majt as djallës. Takimet e BE-s edhe të SBA-s që ishin kushtetuese, që ishte Silvio Gonzalez, ambasadori i BE-s edhe Nancy Van Horn e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane këtu në Tiranë. Mendon se do t'i japin efektet e tyre? Mendoj se kanë lëvizur nuatja, jo informacion në drejtimet kundërta. Mendoj se takimi amerikan është projekti i setimit. Mendoj, jo se kam informacion, ndërsa Europa duhet ndoshta edhe për një zbutje retushim të situatës. Ndoshta mund të jetë kjo, sepse kanë politika të ndryshme, kanë qasje të ndryshme. Janë hapur ndryshe njëherë, po prishet NATO-ja me Trumpin si kanë raportet mirë. Edhe në rinë ironizojnë gjithë kokat e BE-s, tek e fundit. Çudi nuk është edhe është reflektojnë qendrimet ndryshe. Është në drejtën e vet sepse ka 70% të fondit të NATO se nuk ka pse mban kuris, pas duhet t'ja hyjë asaj. Brenda BE-s ka përplasje, po të kemi parasysh dhe me lëndët e para që janë rritur çmimet e lëndëve të para dhe vështirësinë e jetës. Edhe kinën që përmendi kryeministri, përmendi edhe presidenti francez. Për shembull. Qartë, po më mërzisni Redin që bën jashtë kontrollit kur diskutojnë këto tema se më hyn në gjëra politike dhe nuk do t'ja marr Redit kompetencë. Ishin debatet e fundit. Janë debate që sigurisht jo ndoshta edhe mund të reflektojnë në politikën e brendshme shqiptare dhe është krejt normale të reflektojnë edhe këtu në një vend kaq i brisht i yni kur interesa e fundit që erdhi e bëri Shqipërinë brillant tani mbas gjithë këtyre incidenteve, nuk kemi si ishte Marta Kosi, zgjedhjet e lira të ndryshme. Sepse duhet kemi parasysh edhe diçka para se Po, faleminderit se i thash Xhepit. Bashkimi Evropian në Shqipëri, po të kesh parasysh, është shumë formal. Ç'kuptojmë formal me problemet e Shqipërisë. As pak ekzekutive, drejt. Gjithçka është një raport që gjithmonë i korrespondon një vitit më parshëm. Ndërkohë se po flasim për drejtësinë këtu në Shqipëri, asnjëherë nuk dalin problemet e drejtësisë. Për shembull, po marrim te ligji, se duhet dalim konkretisht. U tha që parkimi dysh është orientimi i Bashkimit Evropian, sepse kështu na konsultua me BE-n. Ç'është kjo konsult? Tash a mund të na sqarojnë në çfarë vendit BE-s që ta dim paktën edhe ne, që parkimi dysh, që të paktën për njohuri, sepse kur bëhet një ligj, bëhet në radhë të parë bëhet për drejtën e brendshme, masanej për drejtën e BE-s. Ne shohim interesin kombëtar, më pas interesin ndërkombëtar. Dhe duke pasur parasysh që evropianët gjithmonë e kanë zakon të mbulojnë gjërat, ti kalojnë hajde se mbyllen me kalimin e kohës, në Shqipëri duhet dalë problematika me sistemin gjyqësor, me bërjen e gabuar të ligjeve, sepse këto ligje të bëra shpejt po na sjellin vërdall. Amerika u ngrit për reformën e drejtësisë, a është ngrit që Europa? Jo, Amerika është financuese. Pati vërejtë për reformën e drejtësisë, në drejtësi pati. Po, pati disa kongresmen. Është nga financuese. Dëgjuat gjë nga Europa, me që jemi te parakalimit dysh, kur kam qenë në aeroportin e Frankfurtit, nuk e njihsha gjuhën gjermane, kuptohet, edhe më mungonin këto gjetonat e vegjël, më mbaruan domosdoshmë disa herë dhe pyesa te kushëri në derën kryesore. I thash nëse nuk arri domosdoshmë se ishte me faturë, nuk komunikoj me njerëz, çka kam bërë tani. Futi lekët e linje orarin ke fshisja xhamit,
tha 12 euro gjova. Pra tash raport Frankfurtit 12 euro gjova. Ky thot burg tani hajde mandani këtë pjesë. Se parkove te Urelanës, burg se parkove te Urelanës, sipër Lanës. Tash Debat anë këtë debatin e bëm. Kam dhe një pyetje tjetër unë tek çështja Balluku Karandxha. Po çfarë ndodh? Se po marrim raste hipotetike, sepse do t'i marrim raste hipotetike sepse edhe mund të ndodhi. Në raste kushtetuese vendos pro kërkesës kryeministrit, Balluku nuk do duhet pezullohet dhe tjetra, kuvendi vendos që imunitetin e Ballukut mos ta heqë. E ka patarica atë, por prandaj po vonon. Çfarë ndodh në këto kur bashkohen të dy raste? Duhet kemi parasysh një diçka. Në rast se kushtetuesja vendos që kjo mas sigurimi duhet autorizimi i kuvendit se do ta zgjidhë këtë punë, si te rasti i zotit Berisha, e para nenin 288 kodit procedurës penale. Duhet të bëhet një ndërhyrje legjislative, siç bëhen këto ndërhyrje, duhet saksohen. Nenet duhet saksohen nenet jo vetëm për masat e sigurimit që duhet autorizim kuvend, por dhe mjetet e kërkimit provës të jenë të sakta. Për çka kontrolli, se janë disa lloje kontrollesh. Është kontrolli personal, është kontrolli i automjetit, është kontrolli i banesës. Duhet të saktësohen në mënyrë të jenë të sakta që të mos i lesh ekuivokës ose të mos lesh dyshime për mënyrën e procedimit penal për zyrtarët e lartë. Pra, edhe në të ardhmen duhet rrugullu ky nen. Pra duhet gjetë zgjidhje të mos lehen gjërat për momentin e fundit. Duhet di kryeministri, ministri, deputeti për çfarë mjetësh procedurale, për shembull kur vihet për kontroll banese duhet shku në kuvend apo jo, kur sekuestrohet telefoni, kur duhet ta di në mënyrë të qartë sepse imuniteti është i kufizuar. Objekti i kërkimit duhet të jetë i qartë. Duhet të jetë i saktë, pra duhet të jetë ky nen ose mund të shtohet edhe, po jo, i neni duhet të jetë i saktë, mjetet e kërkimit provës dhe masat e sigurimit që bëhen. Siç është bën nenet e tjera. Kjo duhet bërë një ndërhyrje e parë. Tani dalim tek e para dyshimi legjislativ. Po, e para. Spaku kur hyn në gjithë historinë pas punës që ka bërë. Spaku tani gjendet në një vështirësi. Sepse thot pretendimet e Spakut, gjithmonë për që të jemi objektiv. Po. Spaku thot, ne po kërkojmë një mas sigurimi, thot se ka rrezik të prishi provat. Ka rrezik të kryej vepra tjera penale, se kjo ishte edhe pyetje që apo sa vendime. Pra ky është pretendimet e Spakut dhe ne kërkojmë ta izolojmë në mënyrë që të mos kryej vepra tjera penale. Pra është rrezikimi i provës, një dhe kryerja veprave tjera penale. Këto gjëra nuk funksionojnë. Pra këto mjete procedurale shtrënguese ose masa sigurimi me karakter shtrëngues nuk ecin. Atëherë çfarë do bëj? Mendimi im personal, Spaku këtë çështje duhet ta marrë me prioritet. Duhet ngrit një grup hetimor. 2 ose 3 prokuror, duhet rrit numri i oficerëve të policisë që çështjet të cilët janë në hetim nga Balluku duhet të mbarojnë sa më shpejt. Pra kjo çështje duhet të jetë prioritare në mbledhjen e provave dhe në rast se ka probleme në lidhje me mbledhjen e provave duke parë nëse konkretisht ku qëndron mbledhja e provave të dokumentoj fazën. Pra, dëmtimi i provave nga zonja Balluku nëse pretendohet duhet të jetë me fakte. Pra, filan oficer ka shkuar për të marrë këto provë dhe është penguar. Pra, kjo duhet të jetë e qartë. Por kjo çështje penale duhet të mbarojë sa më shpejt, sepse e ka rrezikun sipas pretendimeve të Spakut. Ka për gjykim direkt? Jo, të marrë një vendim. Do të thonë me vendim kuptojmë që u bën hetimet, u mbyllën hetimet, përcaktohet vepra penale fikse. Përcaktohet vepra penale fikse nëse ka, se mund ndodh, në fund mblidhen hetimet s'ka faj, ose nuk kanë faj, kemi ngrit një akuzë e kërkojmë pushimin në gjykatë, ose rolin e çdo kujt. Kjo çështje duhet të kthejmë prioritare, është vetëm formë kryerja e veprimeve që kuvendi mos ta pengojë pra po themi. Duhet të jenë veprimet të jenë të shpejta, jo si 1 janari që një veprim i në muj, por tash duhet bëhet 2 ose 3 veprime dhe analiza për 2-3 ditë analizë, çfarë punë është bërë dhe ku do shkosh. Duhet kemi parasysh, duhet jemi dhe si teknika legjislative ligjeve dhe kërkesat të jenë më të shkurtra, se sa më gjata të jenë aq më shumë ngadarrohesh, që ta din konkretisht se për çfarë bëhet fjalë edhe me pika. Pra, çështja duhet shkojë drejt përfundimit. Pra, zgjidhen masana jep gjykata seancë para, që të mos kemi rrezik marrjes, domthonë prishje provash për të çështje, sepse s'mund të themi nga ana tjetër, s'mund të themi që zonja Balluku duke firmos vendime qeverie bën vepra penale. Domethënë se kjo ka qenë edhe më shumë administrative. Është një procedurë, pra është e palogjikshme. Ne do shohim objektin e hetimit, objekti i hetimit. Dëmtohet objekti i hetimit, a rëndohen pasohet e veprës penale? Në rast se ka informacione
që gjatë veprimtarisë pengohen provat rrezikohen kryen vepra penale jashtë objektit të hetimit, atëherë mund të kemi procedim 3. Pra kemi procedim 3, por ky procedim nuk mund të ngarkohet më shumë që me një vend mbaroi ky hetim, doli i ri, mund të jetë një prokuror tjetër. Kuptimi që caktohet ndjekje çështje tjetër. Kur me veprimet ose mos veprimet i një person ka kryer disa vepra penale, procedohet. Kur hetimet janë plota për këto shkon gjyq, për ato tjetër mund të nisi hetime të qartë. Faleminderit. Pra koha këtu është në disfavor dhe duhet të shfrytëzohet në maksimum. Faleminderit Karanja. Një të shkurtër fare. Patjetër se kam dhe një pyetje pastaj. Po. Flesh. Jam shumë dakord që domethënë to vendimet kolegjiale nuk penalizohen, por në fakt kanë filluar të penalizojnë dhe i kanë bërë grobën vetes. Që do të thotë vendimet e marra në shumicë, po thejmë me kolegjiale. Vendimet e bashkisë, që janë vendime kolegjiale, merren me unanimitet për një leje ndërtimi, vendimet e Këshillit Bashkiak, por e hapën lojën me vendimet e Sali Berishës. Këshillit Ministrave. Këshillit Ministrave. Dhe në një studio tjetër i thash, është autogol i madh, domethënë po hap kjo lojë, krijon jashtëzakonisht hapësira për penalitete të njëpasnjëshme. Kështu që edhe vendimet marra me VKM, mendoj se ai korridor është i hapur tani dhe mund të gjykohen. Një e qartë. Pyetja tjetër që të shkon ndonjëherë në mendje që kushtetuesja do përpiqet që në çdo lloj forme të mos krijojë një precedent që në një moment caktuar drejtësia shqiptare të kërkojë pezullimin e kryeministrit. Sepse nëse siç është zëvendës kryeministri Balluku, dhe rolin e ministres është antar i Këshillit të Ministrave, ashtu është edhe kryeministri antar i Këshillit të Ministrave, pavarësisht se është kryetari. Mendoni lloj forme që këtë do përpiqet që ta parandalojë? Po, nëse rrezohet, domethënë që ka shumë gjasa të rrezohet fakti i kërkesës për pezullim, normal është bërë paraprit dhe kryeministrit dhe po ta shohësh unë. Pse krijon një lloj precedenti frikshëm kur mendon që Spaku thotë do pezulloj kryeministrin? Për mua është precedenti frikshëm fare, nëse kryeministri ka bërë shkelje, mund të jetë një kryeminist socialist tjetër që ta zëvendësoj dhe nuk po bën asgjë, domethënë për paradrejtësisht në gjykimin tim, të tjetë loja hapur, kjo unë nuk jam për pushtet prokurorësh, po gjërat siç e kemi thënë këtu në studion tuaj, gjërat janë hapur në Kosovë krijoha gjykata speciale dhe u bën ato që u bën sepse ishin krijuar një establishment që nuk lëvizte. Dhe u goditën ligjërisht me prova UÇK pastaj histori tjetër, se në gjykimin tim ata akuzohen për vepra ndaj shqiptarëve, jo për qetë përplasjeve me serbët. Kjo ka qenë thelbi, të paktën. Kështu që një taktikë e tillë po shikohet këtu. Berisha në përplasje ligjore, Ilir Meta në arrest, kryeministrit po i afrohen dhe gjithë kjo rezistencë ka të bëjë, domethënë Balluku po shërben si po ha gjithë kusurët si prita për të mos vajtur te kryeministri, mendoj unë. Kështu që gjykata kushtetuese mund ta japë këtë dhe mund të jetë shumë e ligjshme, nuk diskutoj fare profesionalizmin e tyre, që të jetë e rrezuar, por në këtë moment këto vonesa dhe kjo lloj se na herë edhe ligjshmëria përshfune, kupton, mund të tregoj një rast për nesër mbas së momenti. Një gjermane i lavdërova shumë një konsulent të GTZ-s, i lavdërova shumë rrepsin, korrektesën gjermane të gjitha, tanë erdhi bashkëshortja saj dhe nuk kishte vizë. E ndaluan rinës dhe u bë kërkesa dhe u mor vizën. Në Gjermani do ishte në burg, në Shqipëri u zgjidh. Qëndroi në Rinës, mori vizën e qëndrimit të gjitha. Pra dhe shpeshherë dhe shtërngesa edhe ligjshmëria tepër na herë dhe dëmton. Prish punë. Kështu që unë kam merak, ata profesionalistë janë, kuptohet se kanë një mal karriere mbi veten, për pjesë mirë se s'em dot për të gjithë, edhe ngarkesa politike kanë, mund të mos janë edhe më talentat. Por mund të bëj patericë për refuzimin. Fakti që parlamenti po e shtyn, kthehemi aty ku ishim që mund të jetë patericë për të ndihmuar. Kemi këtu, domethënë, kemi një lloj suporti, ndërsa pastaj ata që marrin përgjegjësinë për po e për jo, se tek e fundit aty ke vajtur që të luan me fytyrën tënde tek e fundit. Nuk luan as me fytyrën e partisë, as me asnjë lloj fytyre. Njeriu do të ketë bazë moralin dhe ligjin, po u bëre ushtar pastaj.